Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat se si kam përgatitur petullat e radhës. Janë pambuk të buta, ka një shije dhe një aromë fantastike. Janë një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete kudo, qofsh punë, shkollë, por edhe si për mëngjes, madje të përshtatshme për çdo vakt pasi mund t'i shoqëroni sipas dëshirës suaj. Në një endë shtojmë 100 ml ujë dhe një lugë gjelle maja dhe një lugë çaji me sheqer ose mjalt, e përziejmë në mënyrë që të aktivizohet pak majaja. Më pas do shtojmë 100 ml qumësht të ngrohtë, një vezë dhe do ta përziejmë pak masën. Do vazhdojmë gjithashtu me 2 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj. Më pas do shtojmë 7 lugë gjelle të plota me miell. Do ta punojmë brumin, nëse nevojitet edhe pak miell, mund ta shtoni pasi varet nga madhësia e vezës, varet se sa përthisës është mielli, dhe në mes të punës do të shtojmë qep të freskëta të prera holl dhe 100 gram djathë të grirë dhe një lugë çaji krip. Do vazhdojmë edhe pak derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Masa e brumit duhet të jetë e butë dhe jo e ngjitur, sikur do përgatisim brumin për byrek. Do ta lëmë të pushojë për rreth 1 orë, sa më shumë të rri aq më të mira bëhen. E lyejmë sipërfaqen me pak vaj, e mbulojmë, i vëmë një pecetë të pambukët dhe e lëmë të pushojë. Nëse nuk keni kohë, mund ta përgatisni brumin që në darkë vonë dhe ta lini atë në frigorifer. Unë e bëj shpesh herë këtë dhe kur ngrihem në mëngjes më duket sikur e ka përgatitur dikush tjetër brumin. Është gati, ka ardhur dhe bëhen akoma dhe më të buta. Do ta vendosim brumin në tavolinën e punës duke shtuar pak miell, pasi do shihni që pasi pushon, brumi bëhet pak i ngjitur, por mos u shqetësoni, mund të shtoni pak miell. Do ta hapim petën në formën e një pete as të hollë dhe as të trashë dhe do t'i japni formën sipas dëshirës. Unë zgjodha mënyrën më të lehtë me ndihmën e një gote, por mund t'i prisni edhe 4 ore me ndihmën e një thike. Dua të them se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Dhe do jetë kënaqësi gjithmonë për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Siç e shihni, unë këtu jam duke i skuqur. Do t'i skuqim në vaj të bollshëm dhe në temperaturë të ngadaltë. Nuk dua të harroj pa thënë se nuk përthithin as pak vaj. Do ta shihni, por duket edhe në video kur duart nuk janë as pak me vaj. Ju sugjeroj që ti provoni dhe ti shijoni, pasi do t'i pëlqeni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit.